ata bëjnë një pyetje tani, apo do të qëndrojmë aty ku kemi ngjeshur. Ata që nuk e din, edhe mundi është nga zona ime, kështu që kishte përgjigje. Ishte autoironike duke sulmuar. Shiko ku duhet të dalë. Problemi është bërë një ka një keq ballancim të jashtëzakonshëm për sa i përket studieve televizive. Unë kam vënë këtë dhe më vjen keq për disa kolegë të mi, të cilët vinë me statusin avokatit dhe fillojnë bëjnë politikani. Me fjalë, kjo duhet larguar. Nëse ti je avokat, do ishte misioni yt. Dhe pjesa nëse thritesh në një studio për të dhënë një mendim juridik dhe interpretim juridik, duhet të ishte ai pozicion të cilin ke. Por këtu është ngatruar, me fjalë ka filluar tani që gazetari bën një politike, nuk është më angëllë. Është një orë dhe katapultimi avokat. Po shkon në një diskutim. Jo, kjo është shumë esenciale. Ideja është që jo çdo kush mund të vi si avokat në studio. Absolutisht, prandaj edhe ne diskutojmë si avokat përfundon politika. Ai s'mund të thënë. Besoj se keni kundërshtime për dy avokatët që kemi këtu. Besoj jemi në rregull me dy avokatët. Po ta shikosh, ne kemi bërë në deri tani të paktën e të tre, kemi edhe Jordani. Duket se po na akuzoni ne drejtuesve të emisionit. Problemi është i thërritjes të personave të ndryshëm që vinë si avokate përfundojnë si politikanë. Vinë gazetar dhe fillon bën prokurorin, vinë një politikan bën avokatin, me fjalë, është bërë një lëmsh që me fjalë sigurisht të lë këtë përshtypje. Ajo që unë po e them përsëri në këtë pikë është që po ta shikosh ne të katërt deri në këtë moment që flasim ne i qëndrojmë pozitës tonë të misionit tonë të cilit kemi. Është pjesa jonë juridike. Avokat, mos mund t'ja akuzosh dhe të tjerë, ta zëm që do të shfrytëzosh këtë platformë për fushadën e tij që ka në kokë. Le të themi për targën e tij, e cila nesër jo domosdoshmërisht lidhet me jurisprudencë, por lidhet me politikën. E qartë me sprata politike. Tani 70% e parlamentit italian, që janë 630 vende, 70% e tyre janë jurist dhe nga këta 70% e këtyre janë avokat. Ose kanë qenë avokat në profesion. Shikom, mirë, ndërkohë, e tha për ta mbyllur që bën një avokat. Ishte për ta mbyllur. Me në përgjithësi nuk e di se çfarë ndodhet në sallën e gjyqit. Po, ka një avokat që prezantohet si armiq. Jo, prezantohet si armiq, por një gjyqtar nga avokat janë shumë të madh. Shikoj, një gjyqtar nëse nuk krijon respekt për avokatin në formën e vet të mbrojtjes, të interpretimit, në mënyrën se si i parashtron gjërat, me fjalë pala është e humbur, sepse kjo është logjika, avokati ka një mision. Zoti Petraj. Do të mbrojë klientin e vet, i cili në çdo seancë është provim atë. Zoti Petraj, për të rikthyer në çështjen e Veliajt, a kemi këtu apo ka shanse që të krijohet një lloj trekëndshi mes një lufte institucionale mes Ramës, kushtetueses edhe zotit Veliaj? Për mendimin tim është krijuar, ai ka filluar, janë hedhur themelet e kësaj. Po ta shikosh, po pra sapo ka filluar ajo. Në momentin që thotë që kjo është pjesë e themelit, që ne do të diskutojmë në themelë dhe dekretin dhe VKM-n e tjera, këtu ka filluar debati kushtetues. Kështu që këtu thoni ju. Është evidente, po. Evidente lufta që ka nisur. Ka një zgjedhje? Ka një zgjidhje. Zgjidhjet do marrë vendim gjykata. Urojt mos dali 4-4. Kur pritet të vijë vendimi për 30? Kanë 30 ditë ditëve apo jo? Shpallën që të hënën sipas gjasave. Pra 30 ditë është maksimumi ku duhet të shpallet. Është shumë arsyetimi në fakt se i rëndësishëm Veli nuk do t'ja dim se çfarë do ndodhi me të. Problemi është sepse ai tashmë i ka humbur gjithë betejat. Problemi ai duhet të fokusohet te dosja e vet. Marrëdhënia për të cilën po lufton zoti Veliaj është që do që të kaloj personin e vet në një pjesë të një të ndëshkuari politik. Dhe ai po lufton për këtë pikë dhe po lufton që të shkojë në Strasburg me këtë, sepse ja parashikon dhe ligji që ai të shkojë në Strasburg, që janë ndëshkuar dhe jam penalizuar si pasojë e kësaj praktike etj. Duke përdorur. Dhe çfarë mund të sjellë nëse e dërgon këtë çështje? Në Strasburg, kjo qëndron argumentimi i zotit Petraj qëndron, sepse ai do të shkojë në Strasburg si ish kryebashkiak apo kryebashkiak në detyrë në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe hyn në kurorsinë e precedencës, siç patëm rastin e zotit Berisha që u mori një vendim pak më i shpejt në raport me vendimet që merr gjykata e Strasburgut, sepse ai kishte edhe një post
politik, si kryetar i opozitës dhe për arsyeën e konfiskimit të pasaportës dhe të heqjes letër njoftimit. Pra, ka një precedens edhe në gjykatën e Strasburg, po të shkosh me një status politik. Në fakt, jo. Po të shikoj, dhe se do më shkuputet ai se mendim, mbarë dhe të lutem. Ideja është bërë dhe një gabim tjetër, përsa i përket pjesës së mbrojtjes së zotit Velje. Po të shikoni në komunikatën të cilën është botuar